Kisha Johanna el Muhammedani në Damask. Pasi e çliruan muslimanët Damaskun, gjysma e kësaj kishe u bë xhami, ndërsa gjysma e saj mbeti kishë. Në kohën e prisit të muslimanëve El Walid ibn Abdul Malik, ky mendon të zgjeroj xhamin dhe kërkon pra që ta zgjeronte xhamin dhe ashtu vendos. Kur vjen khalifi i muslimanëve, khalifi i drejt, Omer ibn Abdul Aziz, tha, kjo është bërë padrejtësisht, kështu që duhet me u prish ajo pjesë pra që është shtuar e xhamis. Nxjerr fermanin që do prishet. Mblidhen muslimanët, i shkojnë khalifës i thonë pra që mos me u prish. Me gjet këmbim, atëherë nxori fermanin tjetër. Kjo pjesë e xhamis do të prishet filan ditë dhe filan kohë. Kur e pan që khalifja ishte i prerë, nuk kishte diskutim pra me të, atëherë shkuan tek të krishterët dhe u dakordsuan me ta, me miratimin e tyre, që xhamia mos prishej më. Ajo që dua të them është që Islami na mëson për drejtësi. Ndoshta ndodh që një musliman mund të gaboj, njerëz jemi. Por Islami si Islam na mëson që ne të jemi të drejtë me të tjerët. Të jemi të drejtë me të tjerët. Dhe po të shohësh, muslimanët në Damask kanë sunduar, pra pushteti i tyre ka qenë me shejkuj. Qysh në fillimet pra e çlirimeve, Damasku është një ndër qytetet islame. Por do të shikosh aty që ke lagje, e cila edhe sot është e të krishterëve. Gjë që tregon se muslimanët din të jetojnë edhe me jo muslimanët. Ashtu edhe ne në Shqipëri kemi jetojmë me jo muslimanët, secili ka besimin e tij. Patjetër që ka dialog, ka diskutim, patjetër që ne lutemi për udhëzimin e tyre, i ftojmë në Islam, por ajo që dua të them është që kjo fe na mëson të jemi të drejtë me të gjithë, kush do qofshin ata.